A thua më lehtë pa dhimbje. Të nderuar qytetarë të Tetovës, të nderuar të gjithë ju që keni ardhur gjithandej për koncertin e dytë solistik të Hirkës tonë, Anita Azirit, cili më tani bëjmë tradicional. Ishte një iniciativë fisnike të udallimit e Anitës e imja dhe gjithë të tjereve që ky Pallat i Kulturës njëherë në vit të gjëmoj dhe të kumboj kënga e lehtë e bukur shqiptare, ashtu siç din ta ruan dhe ta kultivoj vet Anita Aziri. E pash besa me ftyu një nga regjisoret tona dhe shkrimtare shumë të njohura në një emision ku tha: ne nuk u ndam asnjëherë, por u mësuam të jetojmë pa njëri tjetrin. Edhe kjo këngë thua më lehtë pa dhimbje, kur të dashurojmë ka shumë dhimbje, por fal zërave të bukur si Anita, ne i kalojmë dhimbjet tona. Edhe njëherë ju dëshiroj mirëseardhje, është ky koncert i mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe besoj se do të kalojmë shumë bukur. Anita, ne të gjithë të duam dhe duam të dëgjojmë edhe në tutje bloku i parë shkon me Haroje, haroje, ti ke braktisur dhe e dehur jam. Këndojmë të gjithë së bashku me Anita. Anita, s'kena për ti. Thank you.